Sot kemi në studio tek ajo një grua me një vëzhgim të veçantë, jo vetëm pas kamerës, por dhe kundrejt botës. Ajo është Blerta Kambo, është artistja shqiptare që ka ekspozuar në Milano, Londër, New Jersey dhe që me kamerën e saj ka hyrë në burgje, shtëpi të rënuara, rrugë pa emër, duke parë gjëra që të tjerët i kalojnë pa i vënë. Por sot, tek ajo, me Blertën dua të flas për industrinë tonë audiovizuale dhe për faktin që ajo ka zgjedhur një nga profesionet më të rralla atë të drejtoreshës fotografisë, një profesion ku gratë numërohen me gishtat e një dore dhe jo vetëm në Shqipëri, por në rajon. Do flasim për rrugtimin e saj, nga rrugët e Tiranës me kamera në dorë, e deri te studimet në London Film School, çmimet ndërkombëtare, projekte që sfidojnë sistemin, patriarkatin, komunizmin, kujtesën dhe mbi të gjitha i bëjnë himn trupit gruas. Mirë se erdhe, Blerta. Faleminderit për ftesë. Është kënaqësi. Neve jemi takuar shumë vite përpara, kur ti isha ajo vajza me flokët e kuqe që bënte fotografitë kryeministrit të Shqipërisë. Po ti jemi dakord për këtë? Po aty jemi takuar për herë të parë. Dhe sot ti me gojën plot mund të quhesh një drejtoresh fotografie. A ka mundësi që për audiencën tonë e cila ndoshta njeh më shumë punën tënde se sa ty, të bësh një prezantim kush është Blerta, si e nisi fotografinë, çfarë shikon tek fotografia, si kaloi nga fotografia tek drejtoresha e fotografisë. Unë konsideroj inxhinier mjedisi dhe mendova që ky kishte thirrja ime për të qenë ambientaliste. Natyra mjedisi është ende shumë e rëndësishme për mua, por nuk ishte sa. Nuk e mbarova studimet, ndoshin ja 2 muaj. Përje i gjatë, i braktisa. Wow. I braktisa sepse isha zhgënjur nga sistemi, afo se sistemi të intereson të zhvillimin, po gjithsesi. Kjo ishte protesta jote? Kjo ishte protesta ime. Edhe në atë periudhë unë kisha filluar të fotografoja zonat e ndotura. Domethënë, kjo ka qenë prezantimi me aparatin si një objekt, Si një mjet. si një mjet. Nuk ishte fare nga ana e themi konceptuale, për mua dukej magjike ajo që mund të bëhej me të, edhe ndjesia që mundej të përçohej me të. Pata një moment që nuk mundesha dot më të shkruaja, pra këtë katarsisin që e merrja duke shkruar, pata si një bllokim që ishte shumë problematike. Dhe në atë periudhë unë kisha filluar të fotografoja dhe u gjend aparati ai si mjet që unë ta përjetoja dhe ta ripërjetoja botën duke përdorur aparatin dhe duke ndjekur këto momente nga përditshmëria e njerëzve, duke i ndjer si gjendje më shumë se sa sikur diçka po ndodhte. Fillova ta shoh aparatin pikërisht në vend të stirolapsit apo një letre për të thënë mendime. Dhe pastaj e fillova ta marr pak më seriozisht në momentin që e ndava mendjen që nuk do merrem me mjedisin për momentin, sepse isha në atë kohë isha pak aktiviste, dhe gjithëm vetëm, atëherë e mora shumë seriozisht aparatin në fotografi. Fillova të punoj si fotografe, po e mora vërtet veten shumë seriozisht derisa më ofrua një punë në për revistat që ekzistonin atëherë. Ishin kurioztar për ato që po silja, sepse ishte pak një frymë e re, veçanërisht në fotografuarit të grave dhe vajzave, sepse mua më bënte çudi se si mundet dikush që është shumë e fortë të shfaqet si një koket. Nuk ka asgjë të keqe tek të qenurit feminine dhe bukur dhe ëmbël, por nuk është vetëm kjo. Pra objektivizimi i tyre, seksualizimi i tyre. Mësolla një anë tjetër, mësolla një narrativën. Seritë e mia fotografike kishin një narrativ, kishin një koncept. Unë asnjëherë nuk kam menduar që mund të paguhem si fotografe. Nuk ishte qëllimi im të bëhesha fotografe. Nuk dija çfarë do të thonte kjo gjë. Nuk është se isha mirë pritur në komunitetin e fotografëve burra. Bulizmi ishte në forma të ndryshme. Pa dashur të paragjykoj sepse aktualisht kanë të paktën ata më thonë që kanë shumë respekt për mua dhe kam ndjerë më vonë pasi kam vërtetuar në sonjë që mund ta bëja këtë gjë, kam patur një përkrahje prej tyre të jashtëzakonshme. Dhe sot e kësaj dite më vinë aktivitete në evente, po flas në fillime. Ishte një pamje ndoshta qesharake për ta, një vajzë me aparat. Seria ime e parë fotografike ka qenë shumë konceptuale. Praktikisht unë bëra një seri fotografike në të cilën fotografoja vetëm për ditë, ku nuk
jam ushqyer për 15 ditë, Për 16 ditë. për 16 ditë, për të treguar efekti që ka industria mbi imazhin e gruas, mënyrën se si na pritet që të jemi të holla, etc. Dhe sakrifica që vjen dhe reduktimi i ëndrave tona, pra hapësira mendore që zë ushqimi kur ti bën një veprim të tillë, është shumë e madhe dhe ti nuk ke hapësirë për të menduar për diçka tjetër. Dhe kjo me media sociale sot ajo është akoma më e theksuar. Gruaja dhe trupi, përgjithsisht në të gjitha kulturat, që nga le të themi që nga lashtësia, kanë qenë gjithmonë shumë të identifikuara bashkë me njëra tjetrën. Dhe gruaja e ka identifikuar veten me një trup të bukur, me një imazh të bukur, dhe ka qenë thuajse një detyrë e saj për të qenë e tillë. Dhe kur po shikoja ciklin e 16 ditëve të fotografive, më preku shumë. Më vjen mirë që ka si punë, ka ende një vlerë aq më tepër, ose më saktë po rikthehet për të diskutuar me atë që po ndodh sot, në veçanti me një gjenerat që po rritet me rrjetet sociale, janë prezent, është gjë më normale që të jenë prezent dhe të marrin këshillat e tyre nga influencerat online. Kështu që kjo punë e bërë para 20 vitesh gati, ka qenë e rëndësishme për mua, por ishte për të thënë që fillimisht, pra, pavarësisht se unë dija të bëja fotografi, në kuptimin mund të bëja diçka më estetike, nuk ishte qëllimi im fare të punoja me këtë pjesë. Për mua koncepti ishte shumë i rëndësishëm dhe ishte gati një performancë që unë po e dokumentoja. Pra fotografia ishte një mjet, sepse ka shumë persona që lidhen shumë me mjetin, me fotografinë, apo tani me kamerën, me kinematografin, me ndriçimin. Për mua janë shumë të rëndësishme patjetër, dhe prandaj dhe shkova që të studioj, por për mua qëllimi është më i rëndësishëm se sa mjeti, shumë më i rëndësishëm. Dhe kam punuar në fashion, në korporat, në fotografinë e produkteve që quhet politike, kam punuar për shumë publikime që ishin lifestyle, paralelisht nuk kisha kurajon, le të themi, të ekspozoja shumë punë të mia përveç kësaj pune si artiste. Duke qenë se nuk kisha këtë përjardhje, kisha këtë kompleksin e inferioitetit, derisa fillova të ekspozoj punë që janë të mijat. Pra, dhe ta marr të jap vlerë zërit tim më shumë. Njerëzit më njihnin shpeshherë si fotografe, por më njihnin si fotografi të publikuara nga dikush, punoja për një platformë. Për shembull, punoja kam qenë fotografe e diramës, njerëzit më njihnin nëpërmjet asaj platforme. Patjetër që kishte në çdo krijim kishte një element që ishte tërësisht i imi, fotografitë ishin unë, ndjeshmëria ime, por nuk ishte një krijim i imi, ishte i krijuar, i porositur nga dikush. Dhe rastin e revistave. Në rastin e, pra, çdo gjë që ishte e imja, posaçërisht, shumë pak kam guxuar ta publikoj në internet, apo unë kam ende website që po punoj për këtë. Dhe kjo vinte sepse ti nuk ndjeshe mjaftueshmërisht e përgatitur, e zonja apo e pranuar për të bërë diçka të kësaj natyre. Kisha frikë, pikërisht. Kisha frikë nga, jo vetëm frikë, por ajo perfeksionizmi, krenaria, sepse kisha merak që nëse unë publikoj diçka e nuk pritet ashtu siç mendoj unë, atëherë kjo do më dekurajoj mua ose do më ndikoj që unë të bëj diçka të caktuar. Pra nuk doja ndikimin e një audience në atë që doja të krijoja. Si e ka përcjellë këtë? Pikë së pari duke qenë pak më tolerante me veten. Më e dashur me veten. Dhe pak më shumë empati për veten, edhe për të mos pritur perfeksionizëm, edhe për të kuptuar që çdo gjë është një evolucion, dhe që ti mundesh edhe të gabosh, dhe të mos prisësh miratimin askujt. Edhe nëse nuk e merr këtë miratim, dhe me shumë gjasa nuk do ta marrësh asnjëherë. Jo në formën që e duam ne, dhe është okay. Kjo nuk do të thotë që ka të bëjë vetëm me një lloj krenarie dhe egocentrizmi apo narcisizmi. Jo, absolutisht nuk ndryshoi ky aspekt. Patjetër që unë kam patur besim te vetja dhe kam besim te vetja, se ndryshe nuk funksionon, po ka ditë sigurisht na ndodh të gjithëve që pyesin veten, madje në mes të projektit, mundësisht nga fundi, që çfarë jam duke bërë,
pse po e bëj këtë gjë, klasike, nuk por është klasi, domethënë pikërisht, është shumë e njohur. është momenti kur je duke thyer barrierën edhe është eksaktësisht momenti që Po. ti mund edhe ta vetë sabotosh veten në mënyrë spektakolare. Absolutisht, absolut. Kur ka qenë momenti, më intereson shumë të di kur doje të kaloje nga fotografia tek filmi. Dhe ky kapërcim që në dukje nuk është i madh, por ne që e njohim mirë profesionin, është një kapërcim enorm. Është. Dhe vendose fatin e madh që të studiosh në London Film School, patë fatin e madh të studiosh në London Film School, dhe kam përshtypjen që duhet të jesh shqiptarja e vetme që ka studiuar atje. Besoj që po. Në mos gaboj po. Pra vendose të bësh kapërcimin nga fotografia tek fotografia e filmit, aplikove në London Film School, u pranove. Flasim pak për këtë moment? Po, atëherë ka qenë Se është shumë frymëzues. Është shumë frymëzues dhe doja shumë që në fund të kësaj bisede që ne të dyja bëjmë bashk, të kuptojnë vajzat e reja, po qoftë edhe gratë, të kuptojnë që këto nuk janë profesione të çmershme, të paarritshme. Këto janë profesione, sigurisht që ka nevojë për punë, sigurisht që ka nevojë për kushtim, ndoshta edhe sakrifica, po cili është ai profesion që nuk i ka këto? Absolutisht. Ky rrugë tim ka qenë mjaftueshëm i gjatë. Pikë së pari kisha pak zhgënjim me fotografinë, sepse po shihja kufizimet e fotografisë. Sado që ti mund të bësh një seri fotografike dhe të tregosh një histori dhe e kam bërë këtë gjë, prap mënyrë si shfaqet ajo ndryshon çdo gjë. Dhe fillova jo vetëm ta shoh të pamjaftueshme, por të ripërsëritshme. Dhe natyrisht unë kam parë filma që kam qenë e vogël, kanë qenë le të themi streha ime. Pash filmin Ida të Pavel Pavlikovskit, identifikova sidomos nga ana e kompozimit, mënyrën se si unë po fotografoja në atë periudhë. Mund të ndaj me audiencën çfarë ndryshon tek Ida si kompozim? Do çfarë ndodhi me Idën? Me Idën është rrësim vizual. Është për të krijuar këtë lloj gjendje që ka personazhi, të gjitha kompozimet janë absolutisht jo standarde. Në një hapësirë negative. Hapësirë negative, ka shumë hapësirë mbi të anash, është ka kompozime që është një nga filmat më të bukur vizualisht sa mund, pikërisht edhe për këtë gjendje që krijohet, fal kompozimeve gjithashtu. Është ndoshta pjesa më e madhe, por unë në mendjen time mendova nëse unë mund të bëj një film të tillë, atëherë, okay, kjo që nga zgjidhja, domethënë nëse unë mund të bashkoj fotografinë me këtë lloj ndjesie sepse i kanë qenë ndërgjegjshme që pavarësisht se nuk i njihja, që ke të bashkuar të gjitha artet, ke muzikën, ke historinë, fjala që është e para, pastaj pikturën, çdo muzikën, gjë, dramaturgjinë, fotografinë, arkitekturën. Të gjitha artet janë në një. Arti i arteve. Arti i arteve, saktësisht. Dhe pa i njohur se njerëzit normal, në thonë se mandidata që merren me fotografinë nuk e mendojnë ndonjëherë këtë pse unë ndjeva në këtë formë, ndërkohë që është një ekip i tërë që ka sjellë të gjitha talentet e tyre janë bashkuar dhe kanë bërë këtë moment që ti të harrohesh komplet dhe të ndjesh këtë gjë për prallë, të mrekulli, është mrekulli. Edhe aty e ndava mendjen, dhe ndërkohë më pata filluar e dija që doja të studioja, sepse edhe për shkak të këtij kompleksi prioriteti që thashë nuk isha studiuar artet. Dhe plani fillimisht ishte që do studioja, do bëja shkollë fotografie. Por duke qenë se Ida më erdhi në jetë, atëherë isha bindur që doja të bëja shkollë filmi. Kërkova për shkolla filmi në Europë, doja të qëndroja afër dhe doja dhe një eksperiencë jashtë për hir të vërtetës. Nuk doja thjesht të mësoja diçka. Dhe atëherë erdhi London Film School, thash, okay, kjo duhet të jetë. Duke si e pamundur dhe duket e pamundur, por në fakt çdo gjë është e mundur. Domethënë çdo gjë është e mundur nëse ti ke dëshirë që të bësh një shkollë, bëje, kërko ndihmë, gjej mundësi, domethënë duhet që të mos e lësh si ëndër. Pra është një shkollë ndërkombëtare me reputacion, në shkolla më e vjetër në Londër
dhe një nga 25 shkolla më të mira në botë. Kanë një metodologji që jo çdo kush është dakord, domethënë semestrën e parë të masakrojnë, sepse shumë prej të rinj që vinë atje vinë me një ego shumë të madhe. Unë isha ndër të paktat që po vija me qëllim për të bërë drejtoresh fotografie. Shumica që shkojnë në këtë shkollë Duan bëjnë regjisor. Sepse është e fokusuar. Për shembull, NFTS, National Film and Television School, ajo e ka të ndara kategoritë. Dhe ti shkon ose për departamente të ndryshme, po është secila. Kurse London Film Schools i ka fillimisht ti mëson çdo gjë, vitin e parë, i bën të gjitha rolet, po edhe më vonë në fakt, nëse ti zgjedh, por unë isha e vetmja që kisha e dija që doja të bëj drejtoresh fotografie. Çdo semestër ti kisha buxhetin më shumë, kisha një detyrë më të vështirë. Po dua të them që gjithmonë nuk mund të zgjidhje. Unë kam bërë dhe departamente të ndryshme dhe jam mirënjohëse për këtë. Por për shembull, semestri i parë thash na masakrojnë që të ulin egon. Dhe për një pedagogimi, thoshte gjithmonë që gjëja më e mirë që mund të ndodhi është të biesh me turin. Edhe sepse mëson. Edhe në fakt kam rënë me turin. Sepse ti mëson të bashkëpunosh. Është komplet botë tjetër të punosh si fotografe apo si artiste apo pavarësisht se ti bashkëpunon me njerëz. Tjetër është tjetër filmi. Është punë ekipi. Edhe unë këtë e kam mësuar. Ti je një team player, je një lojtar ekipi. Tani jam. Nuk isha. Prandaj thash që rash me turin. Nuk isha sepse nuk e njihja. Nuk e njihja si edhe unë po vija shumë e etur aty për të qenë shumë e rrep, ndërkohë që ka çdo gjë nevojë për durim, do t'ja japësh hapësirë të tjerëve, kanë tjetër ritëm, kanë tjetër koncept për botën, për mënyrën se si mësojnë dhe se si japin. Unë mendoj që një DOP mund të jetë një regjisor shumë e mirë, por thjesht DOP-t duan kamerën më shumë. Dhe mendoj që edhe regjisori mund të jenë DOP shumë të mirë, sepse ti duhet të shohësh lojën që kamera mund të bëj dhe ndriçimi me aktorët. Jo të gjithë e kanë këtë aftësi, kuptohet. Kombinimi më i mirë është kur të dy këto personazhe kanë një besim tek njëri tjetri dhe kanë një diplomaci dhe një dashuri. Sepse shumicën e kohës është një luftë që ndodh mes këtyre personazheve dhe së fundmi në Berlinale takova një mikeshën time që është DOP dhe ka ecur goxha mirë. Ajo që po thoshte ajo që nuk duhet gjithmonë përputhesh. Por ti duhet që të ruash standardin tënd. Dhe pastaj me shpresën që do vi dikush që ti të bashkohesh dhe të ketë të ekzistojë kjo dhe historia është e bukur dhe vizioni është i qartë ose është dikush që të udhëheq dhe ti bashkon këtë anën jo vetëm estetike, është konceptuale, nuk është teknike të qenurit DOP, është edhe, por bashkon këtë pjesë dhe krijohet kjo magjia. Por deri atëherë, do bësh absolutisht shumë kompromise dhe do të ndësh kokën dhe thuash Ti si Blerta, e cila bëri një kapërcim të madh nga Blerta fotografe në Blerta drejtoresh fotografie. Jam shumë kurioze e di, ka një barrierë gjinore? Ti ndjen një barrierë gjinore në këtë proces? Kur unë shkova në Londër, isha e ngarkuar me një lloj lufte që këtu çdo gjë do ta bëja, do t'i vërtetoja të tjerëve që mund ta bëja. Pra duhet në fillimet e mia të vërtetoja që kisha të drejtë të mbaja një aparat, që mund të bëja x gjë, mora besim tek vetja dhe nuk jam larguar me besim, por me shumë luftë. Dhe me idenë që jetoja në një shoqëri patriarkale ku le të themi prezenca si grua, si fotografe është më e rrallë. Dhe mendova që atje do jenë më mundje hapur dhe mendova që është një shoqëri që i ka bërë të gjitha, që e drejta votës edhe të gjitha, domethënë feminizmi, lëvizja e parë, e dytë e tretë ka ndodhur shumë vite më parë se të lindja unë. Dhe ti shkon dhe zbulon që nuk është aq ndryshe. Që është një profesion shumë pak i përfaqësuar nga gratë, shumë pak i komisionuar ndaj tyre, dhe që ka shumë paragjykime. Më ka ndodhur, kemi qenë në xhirime në shkollë madje, kolegët e mi të klasës më kishte zgjedhur për të qenë gafër. Dhe Gafër thua e shqip, elektriciste. Krye elektriciste është. Okej, se nuk e dija, janë shumë terma që nuk i njoh në shqip. Dhe po, gafër. Tani gafër është pak më teknik se sa DOP, është domethënë realisht kërkon fuqi fizike, fiks. Pavarësisht se ne kemi domethënë Spark, që nuk e di bjelti janë elektricist, që kishim Spark të tjerë, dhe një kombinim mes vajza dhe djem.
Edhe nëse na duhet asistencë e gjenim një mënyrë për t'i mbajtur ato mjetet ndriçuesa që janë të rënd. Po një prej atyre personave të departamentit kishte thënë që pse ke marrë blerë gafer Ç'është kjo? gocë shkrua, do të thotë ç'është kjo. Dhe ma tha, dhe unë u shokova tek kjo gjë sepse nuk po e kuptoja, domethënë e ka fjalën për forcën apo e ka fjalën për aftësinë, domethënë pse u duhet edhe nuk e prisja në një vend të tillë. Apo komente të tjera kur po bënim provat, se ne bënim ndriçim përpara. Më ndet se si nëse unë dalesha një moment dhe po e shikoja ose masja dritën ose bëja diçka, mënyra se si më shihte dikush ishte me shumë skepticizëm, ndërkohë që njëjta gjë me një djalë gafer ose nuk ndofte, shihej si një moment reflektimi apo kërkimi. Kur bëra unë ndriçimin e parë si gafer në një studio, kur shkoja në set për të ndriçuar, kisha 3-4 DOP djem, po që kishin mbaruar më herët dhe vinin vetëm për të parë. Edhe i shihje duke komentuar, dhe i shihje duke jo të ironizuar, që që pse është kaq flat si bie shqip plak, të vënë në një pozitë qitjeje, që ti je duke Në target, je duke e vëzhguar gjithë kohës dhe të gjitha këto më bën të kuptoj. Edhe nuk e zgjedhje përveç se të jesh e përkryer. Më shumë se përkryer. Po, duhet të jesh. Se duhet të vërtetosh 2 fish, 3 fish. Po. Sepse ndryshe nuk të jep besimi më. Edhe në ato momente edhe persona që ta kanë besimin fillojnë të dyshojnë, se thonë, kështu që kjo është problematike dhe ti realisht e kupton që në fakt duhet të kesh besim tek vetja. Edhe ndonjëherë ke nevojë vetëm për një person që të ketë besim te ty. Edhe shumë shpesh ai person është vetëm ti. Në një nga diskutimet që ishte me një drejtorësh fotografie, kjo po thoshte që mbas lëvizjes Me Too që ndodhi, pati një zhvendosje pak të këtij tavani, që ishte i pak Grashëllin. Tavani i qelshtë. Dhe tha duhet jemi sinqert tha, domethënë nëse deri në atë periudhë, sepse ajo punonte ishte angleze, punonte midis Anglisë dhe Amerikës, deri në atë periudhë sa ishte domethënë e pritnim këtë gjë që punët që do na vinin ishin ose që kishin lidhje diçka me gjinin, me të drejtat e grave, ose shumë që nuk ka asgjë të keqe, por nuk mund të kesh vetëm ato, sepse nuk është vëzhgimi i një gruaje apo një personi apo një drejtoreshe fotografisë, nuk është vetëm i orientuar në atë sens. Ose do të ishin projekte të vogla, asnjëherë në një projekt me buxhet shumë të madh. Dhe tham mbas kësaj, pati disa zhvendosje dhe ndryshoi pak. Filma shumë të rëndësishëm që kanë fituar në Cannes, në Venecia, në Berlin së fundmi dhe që janë për Oscar, kanë kuota të konsiderueshme të grave në fotografi dhe të them të drejtën, sidomos The Secret Agent, është një kryevepër. E kam ditë gjithmonë që një gruaje po t'i japësh mundësinë dhe terrenin që të zhvillohet profesionalisht në kinema, do e bëj në mos njësoj, ndoshta edhe më mirë atë punë, do sjellë një prurje që ndoshta një shikim totalisht të munguar të mënyrës se si është rrëfimi vizual, sidomos në kinematografi. Ky është realiteti jot ndërmjet ëndrave të mëdha dhe realitetit të Shqipërisë. Pra ku puqen këto dy, ku kanë një pikë takimi? Sigurisht, sepse historitë janë këtu. Ka shumë potencial në Shqipëri, ka shumë gjëra që mund të ndodhin, vetëm një gjë është kur unë u riktheva, gati 2 vite gati 3, po le të themi 2 vite e gjysmë. Më rastisi të isha në 2 sete që jam e bindur që nuk janë përfaqësuese, absolutisht, por le të themi që ishin shumë zhgënjyese. Sepse që nga mënyra se si punohet në set, ishte krejt shumë larg asaj që unë isha mësuar, dhe isha edukuar, dhe kisha investuar për ta mësuar. Më trembi pak, edhe ky ka qenë arsyeja ime e parë se u ndala një herë dhe mendova unë ose duhet të përshtatem me këtë, sepse nuk mund të ndryshosh, një punë ekip, nuk bëhet vetëm. Edhe unë nuk kam ndërmend të bëj luftra me kudo. I zgjedh betejat, sigurisht në gjëra të vogla, në kuptimin e mirë, por është një bashkëpunim. Nuk është diçka që ti e bën vetëm në film.
Dhe paralelisht unë kisha duke qenë se atje nuk kisha patur mundësi të bëja shumë gjëra sepse është vend shumë i madh, nuk edhe isha rikthyer në studente, pra nga një profesionistë, të gjitha mendimet dhe idetë që unë kisha tërë ato vite që i mbaja brenda ose i kisha nisur si punë, por nuk i kisha publikuar asnjëherë, ishte ai momenti ku më mora kurajon për për t'ia treguar botës dhe për të thënë, po, unë merrem me art dhe kjo është puna ime. Dhe nuk ka e komisionuar asnjëri, kam bërë unë vetë. Dhe atëherë, duke patur këto dy le të themi realitete, thash, okay, do ta lë pak filmin për momentin, derisa të kuptoj çfarë do bëj, të gjej veten time këtu, ndoshta të njoh njerëz, të shohim se si mund të funksionoj, dhe madje të vinë ndoshta një moment ku në Shqipëri dhe etiketa në set të jetë le të themi me standarde ndërkombëtare. Mënyra se si punohet në sheshet e gjerimit në Shqipëri, nuk ka atë strukturë, le të themi, industriale aq mirë të formuar siç është në vende të zhvilluara si Anglia. Kjo është një barrierë për ty, për të përshtatur nga një edukat pune që ke marrë, le të themi, në London Film School, për të përshtatur me ato pak mundësi që kanë sheshet e gjerimit në Shqipëri. Por, nëse vlen propozimi im, unë mendoj që po, Shqipëria është një vend që nuk ka një industri, pozicionet, profesionistët apo departamentet nuk janë të mirë formuar për një arsye shumë thjeshtë, që njerëzit nuk punojnë vazhdimisht në profesionin e tyre, duke qenë se ka pak projekte. Por, një nga gjërat më të mrekullueshme që ka Shqipëria është që ti mund të jesh ai personi që bën ndryshimin. Pra ka kaq shumë hapësirë bosha që ti mund të jesh personi që e bën të ndryshimin e madh. Është vërtet, kjo por unë nuk mund të vija, pra nga ana tjetër nuk doja të isha ky person që po vjen nga jashtë tani dhe po bën ligjin e tonë. Për shembull, Po, nëse unë bëj, jo, është tjetër, prandaj thash, atëherë i bie që unë duhet të jem ajo që drejton një set. Se vetëm në atë moment i ke mundësinë që të ke të drejtën që të thuash do t'i bëjmë gjërat kështu dhe kështu me shumë mirë kuptim. Neve duhet si fillim të ndërtojmë mekanizma ku profesionistët të jenë profesionistë, të jetojnë me dinjitet në profesionin e tyre, dhe më pas unë jam e bindur që ata do dinë të pozicionohen edhe në sheshin e gjerimit. Dhe roli tjetër që mund ta bëj këtë gjë, në fakt e mendova në fillim, pastaj e lash sepse thash u fokusova tek arti në një moment, thash, domethënë i dash një hapësirë kohore vetes këto 2-3 vite, do merresh me art. Do merresh të gjitha projektet që i ke mbajtur aty në sirtar dhe ide që ke, do t'i merresh, po janë projekte artistike, art konceptual. Por pozicioni tjetër që mund ta bësh është krye asistent regjisor. Sepse ti drejton setin, domethënë ti bën madje first AD. Edhe kam bërë dhe first AD në Angli dhe më pëlqen shumë se më pëlqen rregulli, domethënë është edhe çështje personi. Unë nuk nisem të një hapësirë nëse është rrëmuj. Semi një derta të mrekullueshme në mënyrën se si zbuloi veten, kameran, aparatin fotografik edhe fotografin, në një rrugtim që vijon edhe zhvillohet edhe kërkon pafundësisht, dhe çfarë Blerta do të donte sot në këtë moment të ndryshonte në le të themi sektorin, industrinë e filmbërjes në Shqipëri, dhe si do donte ajo ta shikonte atë mbas 10 vitesh, dhe ku e shikon veten në raport me këtë gjë. Unë shoh shumë mirë që Shqipëria të ndryshoj, po do doj thash vetëm pak ky hendeku i mënyrës se si punohet fillimisht në set. Pra, një lloj respekti reciprok për të gjitha rolet, ky kuptimi dhe që është në fakt një marrëveshje e pathënë që thjesht nuk ndërhyn tek tjetri, përveç se nëse je regjisor, ka bashkëpunim, patjetër, drejtori fotografisë komunikon me departamentin design, production design, kostumeve etc. është komunikim, çdo gjë që bëhet përpara. Ka arsye të caktuara pse kamera do lëvizë në një farë mënyre, patjetër që drejtori fotografisë do komunikojë ndonjëherë me aktorët, qëllon. Por në përgjithësi janë rolet kaq të ndara dhe shumë e rëndësishme kjo, persona që merren me ndriçimin
nuk mund të diskutojnë me regjizorin atë moment, ka hapa të diskutojë elektricisti me kryeelektricistin me diopia me, domethënë është duket Se nuk hapin shkolla Blerta. apo po nuk Ose kursa 6 orë. po do ta kishte bërë dikush përpara meje, për shembull Juve mund ta kishte bërë. Sepse vetëm ajo gjë mendoj unë që është shumë e rëndësishme ky lë hapësirë për një lloj rregulli që secili pastaj të bëjë profesionin e vet. Do që le të themi sektori të rritet dhe të shkon në një nivel le të themi më profesional në mënyrën se si funksionon sistemi i filmbërjes. Etiketa në set. Pastaj sigurisht me krijimin e kësaj gjë atëherë fillon bashkëpunimi, sepse secili sjell më të mirën e vet. Dhe ekziston ky polaritet që krijohet me polaritet them edhe bashkime, po ndonjëherë dhe forcat e shtyse të secili departament, të secila personave dhe por krijohet ky lloj harmonie që mund të jetë magjike. E çon krijimin në një tjetër nivel. Pra duhet të zgjidhet le të themi për ty kjo mënyra etiketa e të funksionuarit për të shkuar në nivelin e krimtarisë sublime, pra pak të ti nuk e shikon dot. Nuk e shoh, realisht mendoj është për mua, të paktën patjetër që mund të realizohet, çdo gjë është e bëshme, por mendoj edhe për mirëqenien e të gjithë personave që janë të përfshirë, sepse mos harrojmë, nuk është një nga ato punë që ne e bëjmë përpara, le të jemi të sinqertë, se ndryshe kishim zgjedhur mundet patjetër që mund të jetosh me këtë profesion. Është një pasion e pasioneve. Pasion e pasioneve. Je në mënyrë absolute personi i duhur për të dhënë një mesazh, jemi mbas 8 marsit, jemi 8 marsi i grave, ti je një feministe me F të madhe. Çfarë mesazhi do kishe? Do kishe një trashëgimi që do dohet Alia si për vajzat edhe gratë në Shqipëri gjithmonë. Për ta parë ndoshta kinema në një mënyrë të caktuar, apo për të parë veten, apo për të thyer ca barriera. Ç'a do thoshe sot, Blerta? Unë do doja shumë që vajzat e gratë ta shihnin veten e tyre çfarë lloj moshe janë. Në këtë profesion, sepse është shumë e bukur dhe ka nevojë dhe për këtë shikim, dhe për shikimin femëror, i cili mund të gjejë veten e vet në punë dhe profesione të ndryshme, nuk ka asgjë të jashtëzakonshme këtu, por fakti që i duket ende kaq larg si profesion, apo dhe montazhi, unë adhuroj montazhin e bërë ndonjëherë nga vajza. Nuk kaq të mrekullueshëm këtë profesion për vajzat edhe gratë. Çfarë do ishte ajo gjë që ato do zbulonin? Sepse ke mundësi, ke në dorë, ke aftësi për të shprehur, botën tënde. Kur ta vendosim kështu, hajde sa bëjmë bashkë mesazhin. Gruaja krijon, sjell jetën. Dhe filmi në vetvete nuk është gjë tjetër se të krijuarit e jetës. E kush më mirë se sa një grua do kishte aftësinë ta rrëfente jetën në mënyrën më të shkëlqyer të mundshme, Dhe mund të jetë po është patjetër, shkëlqyer, po mund të jetë kështu, po është mund të jetë edhe ajo aty. Pra duhet të jetë edhe ajo aty. Unë jam gjithmonë nuk jam përjashtuese. Pra nuk e kam bërë dhe filma që kemi qenë vetëm vajza në set, dhe ka qenë shumë gallat, sepse për herë të parë nuk e kishim fare mendjen, apo na gjikonte njëri, apo na shiste njëri, ai kishim bërë siç duhet. Domethënë ne ka qenë një nga filma që jemi kënaqur, nuk e kemi bërë qëllimisht, nuk ka qenë qëllimi i filmit, pavarësisht se filmi doli okay. Ishte më shumë i vetë veprimi, ishim të gjitha vajza në set, të gjitha elektriku, aparatura, 30 gra në set, se kishim edhe 4-5 aktore. Dhe nuk është kjo çështja. Unë nuk jam përjashtuese se thash, po ky bashkëpunimi që mund të ekzistojë me gra dhe vajza, burra, djem, sepse jemi që një njerëzore, mund të jetë kaq i bukur sepse ti po sjell një qasje tënde, po sjell personalitetin tënd, që nëse ti nuk do ishte është një gjë që do mungonte nga gjithë kjo që po krijohet. Mendoj që rrëfimi i gruas si tillë është një mrekulli për sa kohë ajo ka sjell jetën, ajo di dhe ta ndërtojë atë. Unë faleminderit shumë. Faleminderit shumë.